dhjetor 2025 jemi në Daullës tek një djalë që është më agronom se unë, Getmir Bardi, ka një sipërfaqe prej 6 dylym të miell me Red Globe, çifti Sarrushi pastër që është ky, dhe unë mravet miri ka qu dhe kanë bërë dhe analizat, kanë qu dhe ke gaz kavaja mostrat, kanë dalë shumë mira, dhe unë do t'i bëj thirrje gjithë tregtarëve. Para se të dim rush nga importi, duhet shikojnë rushin e fermerëve tanë. Ky është rush super dhe nuk ka absolutisht mbetje. Kjo përgënjeshtron edhe të gjithë disa media të caktuara, disa kanale të caktuara që bëjnë çmos që të nxjinin prodhimin shqiptar. Me këtë prodhim krenohen të gjithë tregtarët. Kështu që thirrja është e sinqertë për tregtarët e vendit, por edhe për tregtarët që bëjnë eksportin. Le të vinë, ndaç ta vjeli Ermiri vet, ndaç ta shikojnë vetë dhe ta vjelin. Unë do t'juroj Ermirit dhe gjithë shokëve të tij një sezon të mbar, do të kërkoj nga institucionet shtetërore që më shumë mbështetje këta djem të ri që kanë lënë emigracionin dhe kanë ardhur kanë ndërtu këto blloqe të mëdha me vreshta. Unë duroj një sezon mbar dhe u shtofshi sa më shumë si puna jote. Faleminderit. Sa prodhimi i pastër është ky, rush Red Globe, në sipërfaqe mbi 6 dylym. Tek një nga fermerët më të mirë, një djalë i ri, që është bërë më agronom se sa unë që jam agronom, Getmir Bardi në Daullës. Shikoj, ky prodhim kaq i pastër është dhe një thirrje për gjithë tregtarët tanë që para se të marrin rush të importit kanë rushin e fermerëve tanë, që është super cilësor. Mram ka dërguar edhe kampion, janë bërë analizat dhe të kanë dalë shumë të pastra. Kjo është një thirrje edhe për institucionet tona shtetërore, që të ndihmojnë sa më shumë fermerët tanë, sidomos me kultura të tilla intensive. Që sa rushi